16 maj njihet si dita botërore e familjes. Në këtë ditë të rëndësishme një vëmendje i kushtohet personave me aftësi ndryshe të cilët përballen me një sër problemesh. Rok Daga është një prind i cili thotë se vështirësitë për këtë shtresë sociale janë të mëdha sepse mungon mbështetja e duhur financiare nga ana e shtetit. Me jetuar këtë shtresë nuk është pak. Është diçka jashtëzakonshme, e mrekullueshme, por është edhe vështirë. Vështirësitë janë prej më të ndryshmeve. Nuk janë kushtet. Në fillim, kushtet ekonomike, pse? Sepse njëni prej o baba o nana duhet me kenë pa punë me marrë me një person në aftësitë kufizume me marrë. Masane i vinë të tjerat gjana. Opinioni nuk është i formu ma ala. Në kjo se dikush nuk dënë me i dosht të saj robit, faktën me sa përqesh. Shteti duhet me kenë ma i predispozum, nuk thamë se jo, nuk është për me shtu i fije sa gjendin ekonomike. Me 100.000 lek ose me 100 euro në muaj, një fëmijë i tillë nuk mund të jetojnë, se ka nevojë për ilaçe, ka nevojë për panolinje. Përveç problemeve sociale nga ana e shtetit shqiptar, një shqetësim për personat me aftësi ndryshe bëhet edhe integrimi në shoqëri dhe mos zbatimi i ligjit nga kompanitë dhe institucionet për punësimin e tyre. Integrimi në shoqëri është i vështirë. Është hap, nuk është si ka kënë fillim, ka përparuar shumë gjithçka, por duhet ma tepër. Shoqëria duhet me i hap dyert. Është edhe ligji që në 24 persona një duhet jenë me aftësi të ndryshme, por sa zbatohet. Mundësisht ligjet që bahen me i vënë jetë, me shku me kërku me fut diken punë. Dhe dikush aty që s'pa da pëmë, nëse s'pa koranci, e kam sa një thët tjilë tha dhe nuk po flasat fjallën. Nuk du thana ka as dy. Sa gjithë njerë kanë gjujtë në gurë, kanë banë i sënë dhe jo, pa tjerë pëse e fyllë pakten. Zë të në mi marë mëse mërë. Gjatë gjithë kësaj jave, do të ketë një sër aktivitetesh kushtuar familjes.